Shumë prej nesh e provojnë të ndryshojnë, por shpesh ngecim në të njëjtat gjëra, apo jo? E po, sot do të zbërthejmë një metodë me 3 faza që e sheh problemin krejt ndryshe. Nuk fokusohet te vullneti, por te transformimi i vet identitetit. Ideja është ta bësh ndryshimin pothuajse të pashmangshëm. Dhe ky citat, ky godet tamam në shenjë, është arsyeja kryesore pse kaq shumë përpjekje për t'u përmirësuar thjesht dështojnë. Domethënë, të provosh të ndryshosh zakonet pa ndryshuar atë që beson se je në thelb, është si të lyesh fasadën e një shtëpie që ka themele të kalbura. Në fund të ditës, rezultatet tona janë thjesht një pasqyrë e asaj se kush jemi. Dhe këtu qëndron gjithë çështja. Transformimi i vërtet, ai që zgjat, nuk vjen duke detyruar veten të bësh gjëra. Vjen kur ndryshon thelmësisht identiteti. Siç e shohim këtu, procesi kalon nga një betejë e lodhshme në diçka që rrjedh natyrshëm. Veprimet bëhen thjesht një pasojë e atij personi që po bësh, jo një luftë kundër atij që ke qenë. Okej, le ti futemi thellë. Faza e parë ka të bëjë me, le ta quajmë, një gërmim të brendshëm. Ideja është të zbulojmë disa të vërteta pak të pakëndshme për të krijuar një motivim aq të fuqishëm sa ndryshimi të jetë i pashmangshëm. Pra, gjithçka fillon duke amplifikuar atë ndjesinë bezdisëse që të gjithë e kemi ndonjëherë, atë ndjesinë që jeta aktuale nuk përputhet me atë që mund të ishte. Këtu nuk flasim për një pakënaqësi të vogël, jo. Flasim për një çekuilibër thelbësor midis realitetit dhe potencialit. Ky proces gërmimi na detyron të bëjmë pyetje të vështira. Gjëra si çfarë pakënaqësie të bezdisshme kam toleruar për kaq gjatë, apo cila është ajo e vërtetë që do të ishte e padurueshme për t'ia pranuar dikujt. Përgjigjet e këtyre pyetjeve, ato zbulojnë koston e vërtetë të mosveprimit. Kërkojnë një sinqeritet brutal me veten. E gjithë kjo ndjenja parehatie e pastaj kanalizohet në diçka që quhet antivizion. Kujdes, kjo nuk është një qëllim pozitiv, përkundrazi. Është fati i tmerrshëm nga i cili duam të shpëtojmë. Është përbindshi nga i cili vrapojmë, duke e bërë qëndrimin në vend një opsion absolutisht të padurueshëm. Mirë, tani që kemi motivimin, kalojmë tek veprimi. Hapi tjetër është thelbësor, thyerja e atij autopilotit të përditshëm. E dini, atij cikli që na mban të bllokuar në të njëjtat zakone, ditë pas dite. Dhe për të thyer këtë autopilot, duhet të kuptojmë ku jemi bllokuar. Ky grafik tregon fazat e zhvillimit të egos, dhe siç shihet, shumica e të rriturve ngecin pikërisht këtu, në zonën jeshile, në fazën e arritësit. Në këtë stad, identiteti dhe vlera personale lidhen në mënyrë të rrezikshme me suksesin dhe arritjet e jashtme. Dhe këtu, pikërisht këtu qëndron problemi. Për një arritës, dështimi nuk është thjesht një mësim, ndihet si një kërcënim ekzistencial, një sulm ndaj vet identitetit. Ky mentalitet krijon një autopilot mbrojtës. Frika nga dështimi bën këta persona të shmangin çdo rrezik, duke i mbajtur të bllokuar në një zonë të sigurt që, ironikisht, pengon rritjen. Atëherë, cila është zgjidhja? Ideja është të instalojmë ndërprerje të qëllimshme gjatë ditës. Këto pyetje të planifikuara, si alarme të vogla, veprojnë si një sistem reagimi. Na detyrojnë të dalim nga autopiloti, të vëzhgojmë se çfarë po bëjmë, ta krahasojmë me atë që duam dhe të rregullojmë kursin vazhdimisht. Pra, ja si funksionon në praktik. Vendos alarme ditore për t'i bërë vetes pyetje. Në orën 11, alarmi bie, dhe pyetja është, çfarë po shmang? Në orën 17, çfarë po pretendoj se nuk është e rëndësishme? Këto ndërprerje të vogla krijojnë një krahasim të vazhdueshëm mes veprimeve aktuale dhe qëllimeve të mëdha. Në thelb, na rikthejnë në vendin e shoferit. Mirë, tani që kemi krijuar urgjencën dhe kemi thyer autopilotin, është koha për fazën e tretë, projektimi i zbulimit. Këtu, gjithë ato njohuri që kemi mbledhur shndërrohen në një plan loje konkret, një plan për të ndërtuar identitetin e ri, hap pas hapi. Ajo që është vërtet interesante këtu është kjo qasje, është si një lojë. I gjithë procesi rikornizohet si një lojë video, ku protagonisti që po ngre nivelin jemi ne vetë. Kjo e bën gjithë udhëtimin të ndihet më konkret, i orientuar drejt qëllimeve dhe, sinqerisht, shumë më pak i frikshëm, madje dhe argëtues. Dhe gjithë kjo punë kulmon me krijimin e një harte loje personale. Ky bëhet dokumenti qendror, plani konkret i veprimit që del nga i gjithë procesi më parshëm. Kjo hartë ankorohet nga 2 forca jashtëzakonisht të fuqishme dhe të kundërta. Nga njëra anë kemi antivizionin, jeta e tmerrshme e pendimit që duhet shmangur me çdo kusht, dhe nga ana tjetër kemi vizionin, jeta ideale që po ndërtojmë. Ky tension dinamik është motori që na shtyn përpara. Dhe kjo tabelë ilustron në mënyrë perfekte se si e gjithë kjo bëhet e prekshme. Udhëtimi i madh ndahet në pjesë më të vogla.
një mision kryesor për një vit, një luftë me shefin 30 ditore për të fituar vrull, kërkime ditore për të ndërtuar zakonet e reja dhe disa rregulla mbrojtëse për të siguruar qëndrueshmëria fatgjatë. Dhe duhet ta them, këto kërkime ditore janë motori vërtet i transformimit. Këto nuk janë thjesht detyra në një listë, janë prova, janë veprime të vogla përcjellshme që ndërtojnë identitetin e ri. Çdo ditë ato përforcojnë mesazhin: ky është lloji i personit që un jam tani. Dhe ja ku arritëm në parimin themelor të gjithë kësaj. Identiteti vjen i pari, rezultatet vijnë të dytat. Duke i parë veprimet si shprehje natyrale të një identiteti të ri, rezistenca e brendshme thjesht shkrihet. Disiplina nuk ndihet më si një detyrim, por si një pohim i asaj se kush je bërë. Në vend fundit, kjo metodë zhvendos fokusin nga pyetja çfarë duhet të bëj, te pyetja kush duhet të bëhem. E transformon ndryshimin personal nga një listë e mërzitshme detyrash në një aventurë emocionuese. Dhe pyetja që mbetet për secilin prej mesh është: cila është loja që identiteti yt i ri është gati të luajë?